Përse që ne, grupi parlamentar ka hierarki. Kështu që mund të mësosh. Për ne e rëndësishme është kjo. E gjithë trupa e gjyqtarëve të gjykatës shkallës parë Tiranë, kur të vi një kërkesë për regjistrim apo regjistrim të një organizate jo fitim prushte, të hidhet shorti dhe ta marrë një nga gjyqtarët. Të jetë sipas ligjeve të fushës që kanë gjykatë që mënyrën e funksionimit të tyre. Në rregull. Në përputhje me rregullat e përcaktuara. Atëherës, ka pyetje tjera? Nuk ka. Duhet të diskutime. Ka? Nuk ka, duhet kalojmë në votim. Po, aty ku keni ndërhyrje të karakterit të teknikës legjislative, ngrini dorën dhe atëherë fillojmë me votimin në parim. Kush është dakord në parim me projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 80 vitit 2021 për regjistrimin e organizatave fitim prushse të ndryshuar. Pro, zoti Blushi? Atëherës 3-3-6 e 2-8-8 pro, 1 kundër, asnjë abstenim miratohet në parim. Kalojmë në votimin nen për nen. Neni 1, po. Në neni 1.a të projekt ligjit për erësit të teknikës legjislative sugjerohet që për të shmangur ekuivokët dhe hapësirën për interpretime, tokfjalëshi sipas kuptimit të fjalisë të zvendësohet me tokfjalëshin sipas kontekstit gramatikor përkatës. Është dakordsuar me ministrin gjithashtu. Atëherës neni 1 me sugjerimin pro 9 pro 1 kundër, asnjë abstenim miratohet. Kalojmë tek neni 2. Po. Edhe tek neni 2 të projekt ligjit sipas së njëjtit arsyetim si në nenin 1, sugjerohet që tokfjalëshi sipas kuptimit të fjalisë të zvendësohet me tokfjalëshin sipas kontekstit gramatikor përkatës. Po. Dakord? Pro, kundër s'ka asnjë abstenim miratohet, neni 3, pro, 1 kundër, asnjë abstenim miratohet, neni 4, pro, 1 kundër, asnjë abstenim miratohet, neni 5, pro, po. Në nenin 5 të projekt ligjit për të siguruar koherencë me përmbajtjen e dispozitave të seksionit të dytë dhe për të shmangur konfuzionin që mund të krijohet nga referimi vetëm ndaj regjistrimit për herë të parë, sugjerohet që fjala regjistrimi të zvendësohet me fjalën në numrin shumës regjistrimet, duke përfshirë si regjistrimin për herë të parë, ashtu edhe regjistrimet e ndryshimeve të dhënave. Si dhe për teknikë legjislative, fjala organizative të zvendësohet me fjalën në numrin 1 organizatës, duke u formuluar regjistrimet e organizatës jo fitim prushse. Ky është neni 5. Po, zonja Rama? Për teknikë legjislative referuar dhe manualit të miratuar nga Ministri i Drejtësisë, ne i referohemi gjithmonë numrit 1 dhe jo numrit shumës. Kështu që unë jam me vendimin të qëndrojmë numrit 1 dhe jo shumës. Faleminderit. Pra, neni 5 të qëndrojmë në variantin që kemi. Edhe atë manualin nuk duhet ta prekim. Se manuali është, shiko, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë ka një manual për hartime e legjislacionit. Edhe ju ftoj, nuk e di, e kemi në kuvend? E kemi në kuvend. Mundet ju vëm, ne kemi manualet të printuara. Mund t'ja jep një zotit Blushi 2 kopjet manualit, se ky e mba një këtu në komision dhe një studion në zyrë. Me Evin po, mund të koordinojmë dhe mund t'i vëm dispozicion se kemi disa manualet të printuara. Neni 5 pro, ju lutem, përdorët numri njojës. Po, pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet neni 6. Ka sugjerime zonja Ismaili për neni 6? Pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet neni 7. Pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet neni 8. Pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet neni 9. Pro,
Voto pro, zoti Blushi, se shfuqizim është, s'ka si gjë. Kundër 1, asnjë abstenim s'ka. Neni 10 pro, kundër 1, asnjë abstenim s'ka. Neni 11 pro, kundër s'ka. Kundër 1, asnjë abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet. Neni 13 pro, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet. Neni 14 pro, po. Në nenin 14 të projekt ligjit, në funksion të përmirësimit të tij dhe në vlerësim të sugjerimeve komenteve të ardhura nga platforma e konsultimit publik, sugjerojmë pas pikës 1 fraksion 2 të shtohet pika 1 fraksion 3 me këtë përmbajtje. Gjykata përpara marrjes së vendimit për caktimin e masës administrative sipas pikave 1 fraksion 1 dhe 1 fraksion 2 të këtij neni, urdhëron palët të paraqesin kërkesën për regjistrimin e ndryshimit të dhënave ose për kryerjen e korrigjimeve të tyre. Në rast se brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit, organizata jo fitimprurse ose personat e autorizuar nuk paraqesin kërkesën për kace, gjykata vendos gjobë sipas përcaktimeve të këtij neni. Pika 1 fraksion 3 projekt ligjit për shkak të shtimit të pikës më sipër të rinumërohet pika 1 fraksion 4 dhe të riformulohet me këtë përmbajtje. Ndaj vendimit për caktimin e gjobës mund të paraqitet ankim në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Po, zonja Rama? Duke pasur parasysh që gjoba e vendosur është thjesht parandaluese me qëllim që të gjithë aktiviteti i OJF-ve të bëjnë ndryshime dhe të pasqyrojnë ndryshimet në regjistrin përkatës, për ne nuk ka asnjë problem që të gjithë OJF-ve të jepet një mundësi e dytë për plotësimin e mangësive që ato mund të kenë gjatë kohës që do të bëjnë. Kështu që për ne jemi dakord. Edhe për dërgimin në gjykatën e apelit ankimimit jemi dakord, në rregull, nuk ka asnjë lloj problemi, duke qenë se kalon 2 faza në gjykim. Atëherës neni 14 me sugjerimet e relatorës, pro, kundër s'ka, kundër 1, asnjë abstenim, miratohet. Neni 15 pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. E hedhim në votim në tërësi. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet në tërësi projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshimin e ligjin 8021 për regjistrimin e organizatave jo fitimprurse të ndryshuar. Iku dhe pika e 4 që u bë pika 3 e rendit ditës, ndërkohë kalojmë pika e fundit që na ngelet për sot. Lutem, ku e kam pak? Po, nësmon rendin e ditës. Është shqyrtimi zoti Dobi, zonja Rama, kënaqësi që u kishim në komision dhe ditë mbar. Ndërkohë kalojmë pikën e 3 të rendit ditës që u bë pika e 4, që është shqyrtimi nen për neni projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshimin e ligjin 8891, datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit. Unë do të propozoja 20 minuta pushim, me qënë se nën kryetari i komisionit, zoti Bylyk Bashi, ka kërkuar që në shqyrtimin e këtij projekt ligji të jetë prezent për të mbajtur një qëndrim në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Se që ne, grupi parlamentar ka hierarki, kështu që mund të mësohesh me këtë lloj hierarkie, sepse është kërkesë që është dakordsuar që dje. Është një ligj që do duhet të ketë edhe qëndrimin e atyre. Kështu që takohemi pas 20 minutash.